Shkolla speciale 3 vjetori kremtoi 30 vjetorin e themelimit, një moment i rëndësishëm që nderon rrugtimin e gjatë të përkushtimit profesionalizmit dhe mbështetjes së vazhdueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara. Në këtë përvjetor u vlerësua puna e palodhur e mësuesve, stafit mbështetës dhe bashkëpunëtorëve që kanë qenë pjesë e historisë së këtij institucioni arsimor ndër vite. Gjatë aktivitetit festiv, drejtuesit e këtij institucioni e cilësuan këtë ditë si një pikë referimi për zhvillimin e shkollës, e cila ka shërbyer si model për përkujdesin dhe përfshirjen sociale. Është më shumë se 30 vite, fillimet janë rreth 42 vite më parë në një klasë të vetme, por përkushtimi, puna e jashtëzakonshme bëri pastaj që të hapet shkolla speciale 30 vite më parë. Të prag e kanë kaluar shumë nxënës, me qindra nxënës. Dhe sot unë jam jashtëzakonisht e kënaqur kur shoh që një pjesë e tyre janë aktiv në shoqëri, marrin pjesë në aktivitete kulturore, sportive, punojnë dhe unë mendoj që kjo është historia e suksesit më e madhe e kësaj shkolle. Sot aktualisht kena rreth 60 nxënës, sepse në vite numri ka ardhur duke u ul, për arsye sepse një pjesë e mirë e fëmijëve, mas që marrin një suport në shkollën tonë, integrohen në shkolla normale, sepse tashmë ky është edhe qëllimi i shkollës. Ne eksperiencën që kena grumbulluar në vite, e kena kthyer në një suport për të gjithë shkollat e qytetit. Shkolla shpreson që në vitet e ardhshme të kthehet në një qendër burimore, e cila do jap mbështetje dhe suport për të gjithë nxënësit me nevoja të veçanta. 30 vjetori nuk përfaqëson vetëm rrugtimin e shkollës, por edhe partneritetet e qëndrueshme me institucionet, organizatat dhe komunitetin që ka kontribuar në misionin e përbashkët për të ofruar mundësi dhe mbështetje të vazhdueshme për këta fëmijë. Ju falenderoj që ekzistoni, ju falenderoj për punën që keni bërë. Dhe garantietër i them që jeni modeli më i mirë që jam i bindur që do ndiqet nga punonësit e këtij institucioni arsimor. Sot në fakt është ditë edhe me festuar dhe me gëzu, por është veçanërisht me përgëzu dhe me vlerësu të gjithë ato mësues edhe drejtues që kanë kontribuar në vite në këtë shkollë, të gjithë ato mësues dhe drejtues që kanë investuar shumë nga vetja e tyre për të edukuar nxënësit e kësaj shkolle, të gjithë ato drejtues dhe mësues që kanë ditë me krijuar bashkëpunimi me familjet e këtyre fëmijëve në mënyrë që ato të jenë të barabartë si gjithë qytetarët e tjerë. Viola Paqrami është një prej mësueseve që i ka kushtuar një jetë angazhimit të saj me këta fëmijë, duke u bërë një mbështetje e pakurrësyer, e sidomos kur flitet për evidentimin e talentit të tyre. Në radhë parë kujtime njerëzore përballë këtyre fëmijëve, por pavarësisht se këta kanë këtë gjendje, unë personalisht jam mundu me dhënë maksimumin që t'i bëj një terapi të bukur muzikore këtyre fëmijëve. Nuk e kam da në asnjë moment të gjitha aktiviteti që ka bërë qendra kulturore e fëmijëve në gara të ndryshme për bilbila e tjerë. Kam fituar 2 herë bilbilat me Çani Balloshitin edhe Savianën nga shkolla me aftësi të kufizuara. Kam fituar gjenion e 7 me Mariana Begun. Gjithashtu në fillimet e para, këtu a kriju banda e parë muzikore me aftësi të kufizuara 7 vjet. Të pranishmit që u bën pjesë e festës u njohën gjithashtu me historinë e shkollës, arritjet dhe projektet e ardhshme, duke ritheksuar angazhimin për të fuqizuar edhe më tej cilësinë e shërbimeve dhe procesin e edukimit gjithëpërfshirës.